Forcat maqedonase po përdornin lloj strategjie kundër UÇK-s dhe civilëve të strehuar në mënyrë që të detyrojnë të dorëzohen sa më parë. Kishim marrë informacione të sakta për ekzistimin e furrës së bukës në fshatin Hotel, e cila po furnizonte UÇK-n, por edhe një pjesë të popullatës me bukë në këto ditë të vështira lufte. Me një rrëbet granatimesh, kishin arritur ta qellonin dhe ta nxjerrin jashtë përdorimit, duke krijuar një problem të madh furnizimi dhe njëherë që ishte edhe një sfidë e madhe për logjistikën. Kaluan 2 ditë dhe na çeli dita e tretë pa u furnizuar fare me bukë. Kishim një uri të madhe dhe nuk kishte kusht të na furnizoj pasi që popullata civile që nga 26 maji ishte larguar nga fshati dhe ishte strehuar në Likov e Hotel. Kishim filluar granatime të ashpërta dhe gjuajtje nga mitralos të ndryshëm në drejtimin e pozicionit tonë. As kokën nuk mund ta nxjerrnin nga istikamet. Po përballeshim nga njëra anë me armikun e nga tjetra me uri dhe kishim ardhur në gjendje shumë të rëndë. Për gjendjen tonë të rëndë kishte shkuar zëri gjithandej. Por çështja ishte se si dhe kush të na sjell ushqim, sepse pa ndërprer, gjuhej dhe me që ishim në mes të fushës, shumë pak mundësi kishte për t'u kamufluar. E vetmja mundësi ishte vetëm për roj, por ata armiku e gjuante pa ndërprer. 2 burra të pazavendësueshëm dhe trima të vërtet ishin 2 të moshuar, Liman Limani dhe Recep Mehmeti, të cilët e kishin marrë përsipër këtë sfidë. Kishin kërkuar nga popullata civile në Hotel që të përgatisin diçka që sa më shpejt të jetë e mundur. Të ngarkuar me çanta në shpinë dhe para së gjithash me një përgjegjësi të madhe, kishim marrë rrugën për në Slupçan te pozicionet tona. Rruga nga Hotla për Slupçan nuk ka më shumë se 6 kilometra, por gjuajtja që i bënin rrugës forcat kundërshtare e bënin atë gjithashtu një sfidë në vete. Disi kishin arritur deri te Porroi, por nga luftimet e ashpërta që po zhvilloheshin, ishin qenë të detyruar që të qëndrojnë të shtrirë në Porrua 4 orë rresht. Nuk ishim më larg se 100 metra nga te, por ishte pa mundur të kalon ato 100 metra nga rrebeshi mitralozve që po vinin nga bunari i Bez dhe nga restorani Lulja. Në një moment, duke përjetuar atëmerr, Aga Recep ishte ngritur në këmbë dhe kishte gjuajtur me pistolet helikopterin që po gjuante mbi ne. Me mllefin që kishte menduar që t'i ndal flutorimin atij zogu prej çeliku që po e diqte tokën rreth përqark nesh. Pas disa orësh, diku afër mbrëmjes, disi u qetësuan gjuajtjet dhe ata me gjithë atë vullnet të madh që kishin arritën të futen në istikamet tona me çanta përplot me pite dhe dhall, të cilat po ne ishin si një ushqim parajse pas 2 ditë urie. Ky heroizëm i tyre ishte shpresë për ne dhe një forcë e madhe për luftën tonë shërimtare që po bënim. Heroizmi i tyre nuk dinte të ndalur derisa në një ditë të kopshme në krye të detyrës vullnetare që po bënin, ndodhi një aksident me veturë ku të ditë u aksidentuan rënd, duke mbetur invalid lufte për gjithmonë.